Dashërmiq, selamu alaikum, po takohemi edhe sonte së bashku përmes emisionit Dritarja e Agjëruesit në këtë natë të bekuar të Ramazanit. Do të jemi në shoqërinë e Hoxhës Alaudin Abazi, me cilin do të mirëpresim që të na telefononi pas pak. Po unë përkoj dëshirojmë se ardhi Hoxhës, mirë se vjen Hoxh. Mirë se vjen. Hoxh, gjatë këtyre ditëve më shumë ti po trajtohen disa prej temave. Ndërto është edhe çështja e fitrit, pra sadakatul fitrit. Ndërkohë do doja pak të ndalemi te kjo çështja te pastrimi i agjërimit, nëse mund të themi pastrimi që vjen në fund të Ramazanit. Cili është qëllimi dhe pse është e rëndësishme, madje e detyrueshme në një farë forme që t'jepet para Bajramit? Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allahun e lartësuar lavdërojmë, qojmë salavat e selam me pejgamberit të tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Po, ashtu është një nga temat që trajtohet është çështja e sadakatul fitrit apo zakatul fitrit. Ashtu që ka sqaruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, synimi apo qëllimi i sadakatul fitrit është tuhratun lisaim wa tu'matun lil masakin, që është do thot pastrim për agjëruesin dhe ushqim për të varfrit. Këto janë dy synimet kryesore të sadakatul fitrit. Tuhra lisaim do thot pastrim për agjëruesin, është për qëllim për arsye se besimtari gjatë tërë kohës Ramazanit nuk ka dyshim që mban agjërim, mundohet me qenë vend brenda mundësive që i ka, po ndoshta në ndonjë rrethana apo tjetër ka mundësi që me lan mangësi, për arsye se njeriu në vetvete është i mangët. Ka mundësi edhe gjatë ditëve të Ramazanit në ndonjë rrethan ose me thonë ndonjë fjalë jo të mirë që e ka dobësu synimin e agjërimit, ose rrethana ndryshme që nuk ja ka dhënë hakun, si themi me gjuhën e popullit, agjërimit ashtu siç duhet. Dhe në fund të Ramazanit në fakt të gjithë jemi kritik pse na ikën në disa momente, disa çaste. Edhe jepet sadakatul fitri që të kompenzohet ndoshta ato mangësi, madje një prej dietarëve e bën një krahasim shumë të bukur, thotë sikurse namazi që e ka sehvi sejdën, që nëse kemi bën ndonjë gabim e bëjmë sehvi sejdën, atëherë dhe agjërimi e ka këtë kompenzimin apo pra me anë të sadakatul fitrit kompenzojmë sikurse namazin si e kompenzojmë, po e plotësojmë, po. Tu'matun lil masakin, ushqim për të varfrit, si ka thënë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në formë më drejt për drejt, rastin kur që në ditën e Bajramit posaçërisht apo ditëve të festës që edhe të varfrit me pas çfarë të shtrojnë në sofrat e tyre. Pra për qëllim është dita e Bajramit në këtë rast. Dita e Bajramit. I varfrit jetë me sofër më të begat. Me sofër më të begat, sikurse gjithë muslimanët, për arsye se ne e dimë që në Bajram është ajo atmosfera e ushqimeve dhe sofrës së shtruar, drekës së Bajramit. Dhe ka diçka më shumë gjithmonë. Në këtë solidarizohen edhe të varfrit që të kenë çfarë të shtrojnë në sofrat e tyre. Pra këto janë dy synimet kryesore të sadakatul fitrit. Dhe prandaj duhet dhënë para Bajramit, apo? Po. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sepse kushtëzohet. Gjithsesi. Madje kur kanë potencu fukahat në përgjithësi, të gjitha mëdhëveve theksojnë që koha e obligueshmërisë është mas namazit sabahut, faktikisht, ose në mramjen e natën e Bajramit, si themi ne. Kur faktikisht del hana edhe dihet që nesër është Bajram, atëherë bëhet obligueshme dhënia e sadakatul fitrit. Mirë po, për shkak të rrethanave edhe të situata mund të japim pak më herët, disa ditë më herët. Në një dinamizëm të tillë kohor, nuk munden secili të realizojë fiks në këtë kohë. Atë kohë, prandaj edhe është lejuar pak më herët, po jo edhe shumë herët. Pra 2-3 ditë para Bajramit është e mjaftueshme. Ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jepeni kët para faljes së namazit Bajramit, e nëse jep mas faljes së namazit Bajramit, atëherë është sadaka prej sadakave të përgjithshme, pra nuk e ke qenë vend sadakatul fitrin. Pra sadakatul fitr është deri në kohën e namazit të Bajramit. Kam përshtypjen që sidomos prej ditës së nesër me imamët në xhami do të kenë shumë punë.
me besimtarët të cilët do t'i paguajnë fitrat? Në fakt ashtu është, pra kjo është koha kur të gjithë janë të interesuar, po gjithsesi tash është bë praktikë, faktikisht shumica e imamëve bartin me vete të gjitha ato bllokat e Bashkisë Islame, posaçërisht imamët, dhe janë aty në dispozicion të xhamatit, pavarësisht ndodh shpesh edhe në shtëpi të vinë, po ndodh edhe në për xhami më shpesh që aty ta kryjnë këtë obligim. Po, dhe hoxhë, ndalemi tani tek ajo për llogaritja, si jepen sa për secilin antar, për gjithë familjen e kështu me radhë. Në sqarim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon që është obligim për çdo person i cili është do të thotë çdo antar i familjes, pavarësisht e ka arrit moshën e pjekurisë apo jo, pavarësisht a ka agjëru apo jo, me një fjalë edhe nëse ka qenë i smurë, s'ka mujt me agjëru ose plaku në moshën pra, pa përjashtim të gjithë kanë obligim. Madje disa dietar transmetohet edhe prej Othmanit radiallahu ta'ala anhu se është e preferuar që edhe gruaja shtatzan që e ka embrionin në barkun e saj është e preferuar që edhe për të. Po, është jo në formë obligative, po është e preferuar. Kurse sasia sa jepet, ne vedim që në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kjo ka qenë traditë jepet në ushqim. Po. Faktikisht atë kohë ka qenë gruri, elbi, orizi, hurmet, doma ushqimet e një vendi. Dhe kjo është përzgjedhja e shumicës dërmuese të fukahave, posaçërisht tri mëdhëbet e malikive, shafive dhe hambelive e përkrahin këtë mendim që duhet jepet ushqim e jo në para. Kurse vendimi i dietarëve hanefi është i atribuohet edhe Hasan al-Basriut ky mendim prej tabiinëve, gjithashtu edhe Khalifja Omer ibn Abdulaziz, një pjesë e vogël e malikive gjithashtu e kanë këtë mendim që mund të jepet edhe në para, do thotë, për shkak të mundësive ose rrethanave të një vendi, kështu që edhe nëse jepet për para e lejojnë këta dietar duke u nisur nga atë që ajo që është më e dobishme për të varfrin apo nevojtarin, kjo do të ishte edhe më e nevojshme që të jipet. Pra, varësisht për standardet të jetës? Varësisht për standardet. Tek ne bashkësia islame ashtu e ka nxjerr, pra 3 euro është, 5 euro dhe 10 euro. Mirë, sigurisht që pastaj fitreja do të ndikojnë në atë solidaritetin dhe do të përmirësoj gjendjen e besimtarëve atyre të cilët mendojnë se çka do të kenë për sofrën e Bajramit. Po, madje një nga synimet e këtij akti ose këtij adhurimi është edhe ajo se vërtet besimtari gjatë kohës agjerimit ka bërë një lloj solidarizimi me të varfrit edhe ata të cilët e ndin urin ndoshta më shpesh se ai që i ka rrethanat edhe ndoshta han gjatë tër vitit edhe kur s'është i uritur apo në shumicën e kohëve edhe kur s'është i uritur për shkak të bollëkut, pra e ndin në formë fizike këtë edhe e manifeston në formë fizike solidaritetin duke qëndru i uritur edhe ai, pastaj në fund të Ramazanit e bën edhe atë solidaritetin material, pra e jep këtë ndihmë këtyre të varfërve që edhe ata t'i gëzohen dhe nuk ka dyshim se cili prej neve e kemi parasysh e shohim në fytyrat e tyre në këto momente sa janë të gëzuar për shkak të bollëkut edhe të mjaftueshmërisë që kanë në sofrat e tyre. Prandaj pra kjo është do thot ajo çka na gëzon edhe neve që kemi mundësi me e gëzu dikën ashtu qysh posaçërisht në ditën e Bajramit ashtu si i gëzohemi të gjithë ne. Po pra. Dhe tashmë kemi telefonat në pritje, do të mirpresim telefonuesin e parë. Alo? Alo, noni? Alo, selam aleikum. Aleikum selam. E desha një pyetje o Gjesen? Po. Kënja para 2 viteve më radhë, vure nënës më ka shembë, një ka pa gropën, mi po me ja këmbushën. E tash pra përsëri një ka pa gropë vure nënës, a lejot me ja mush me dhejën. E qartë. Sa vjetë është? Që sa vite? Mirë, ka ikur. Tashmë vazhdojmë një tjetër telefonat, alo?
Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam një dëgjuse që deshta me pyet hoxhën. Unë që 2 ditë i kom dhënë në vitrat, i kom qenë në xhami, se këtu nuk kom pa, dhe nuk kom pas kuj më ia dhënë, e kom qenë në xhami. Edhe pyetja e dytë. E kom lexu Kur'anin gati për 3 herë. Po Kur'anin shqip, jo arabisht se nuk di, se jam mosh gati 60 vjeçë. Edhe a muj me bo hatme nëse është që e kom lexu shqip, a muj me bo hatme? E qartë. U bo, natën e mirë. Natën e mirë, faleminderit. Vazhdojmë me një tjetër telefonues. Alo? Alo? Po? Selamu alaikum. Aleikum selam. Kam një pyetje për hoxhën rreth vitrave. Po. Kisha me dashur me vitra, a është farz, a është vajib, a është sunet apo diçka tjetër. Qartë. Edhe në lidhje me këto kisha me pyet hoxhën, a ka mundësi ose a bën me do vitrat me dhon 2-3 familje, se më jemi familje e madhe, edhe me do 2-3 vende me dhon ka pak. E kjo është pyetja? Shumë e qartë. Faleminderit shumë. Faleminderit, selam aleikum. Aleikum selam. Është shembur pra vari, disa herë ka riparu, thot t'ja shtoj dheu. Fillimisht do të sqarojmë një çështje që është e rëndësishme me pas parasysh besimtar, për arsye se sikur se kam vret në shpesh herë kur shtrohet kjo pyetje, e ka një lloj paramendimi jo të mirë ose një ndjenje vezvese, pse me ushem, si me ndodhe. Pra janë disa paragjykime që janë fare të panevojshme për secilin prej këtyre rrethanave që ndodh, për arsye se ne duhet me kanë shumë logjik në këtë çështje. E dim që drasat nuk janë të përhershëm. Drasat edhe lloji drasave dallojnë, nuk është i njëjtë, kështu që është shumë e mundur, pastaj lagështia, e shumë rrethana ndikojnë që ato të jenë më pak të qëndrueshme apo më shumë të qëndrueshme. Kështu që mas një kohë shumë normale të shemet ajo apo drasat të kalben ose edhe dheu të lëviz, prandaj drasa ndoshta nuk shembet, atë shpejt nuk kalbet, mirë po të lëviz dheu, pastaj edhe drasat binë më poshtë edhe dheu të shkojë më poshtë. Kështu që është shumë normale që pas një kohë mos të rri varri ashtu si është rrinë që në fillim. Dhe nuk duhet kjo të na shqetësoj që ka ndërlidhje diçka pse më ndodh, pse bash varri i babës apo nanës teme, kështu me radhë, janë pretendime ose vezvese që nuk duhet me pas parasysh, pa nevojshme kjo. Në anën tjetër, çfarë të bëjmë nëse ndodh kjo? Themi që nëse vërtet gropa është shumë e madhe, pra nëse ka flajt pak dheu, si themi ne, atëherë nuk duhet kjo të na shqetësoj. Pra vrehet që ka ra pak dheu poshtë, nuk është diçka e keqe, është shumë normale dhe lihet ashtu. Mirë, po nëse vërtet gropa është shumë e thellë, pra dokët që është shumë thellë, edhe mund me qenë rrezik që ka zbulim apo diçka, atëherë mund t'i hedhim dhe, po jo në fund sistematike, se ajo vazhdimisht mundet me pas nevojë, po nëse e shumë që vërtet ka ra shumë poshtë, atër i hedhëm. Nëse është vetëm një flajtje e dheut, apo nuk është që ka ra shumë, atër kjo nuk duhet të nësë shqetësoj, ashtu e lojmë. Dhe shojnë zakonisht varët që janë shumë të vjetra, janë po thojsh se të rafshuar me tokë. Normale është kjo, do më nuk është diçka që duhet në shqetësoj, apo diçka e keqe. Allahu alem. Thot, unë tashmë i kam dhënë vitrat, ndoshta ju dëgjoj në pjesën e trajtimit. Nuk ka të keqe, ne kemi thënë disa ditë para Ramazanit, po nëse japim pak më herët nuk prish punë, posa që në rrethana i paska qenë në xhami për Bashkinë Islame, shumë mirë, në rregull, s'ka Allah ja boft kabull, vetëm mund me bë këtë dua, pra s'ka diçka tjetër. E ka lexu Kur'anin shqip 3 herë. A mundet tash me bo apo me konsideru hatme? Unë e uroj këtë gruan se qenë ka në mosh, po fatmirësisht gjatë kohës Ramazanit është marrë me leximin e fjalët Allahut Madhërisht, mbrana mundësive që i ka pas, dhe unë e uroj 3 herë më duket tha që e ka lexu. Është hatme, s'muj më thonë si është hatme, jo në kontekstin e hatmes sikurse që lexohet në gjuhën arabe, po është edhe kjo një lloj hatme, kështu që e uroj, mundet me bë dua në fund të leximit apo të përmbylljes të leximit, sikurse kur bëhet hatmja në gjuhën arabe, mundet me bë ndonjë dua të përgjithshme, qoftë nga vetja e tij apo qoftë me gjet dikon. Allah ja boft kabull edhe këtë vepër.
Thot vitrat, a janë farz, vajib apo sunet? Fillimisht duhet me pas parasysh që dallimin mes farzit edhe vajibit nuk është aq i madh. Dhe kjo është do thot një veçanti e mëdhëbit Hanefi, sidoqoftë tek Hanefit është vajib, te mëdhëbet tjera i thonë që është fardh, po dallimi është i vogël dhe ka të bëjë me çështje profesionale kjo, dhe themi që në mëdhëbin Hanefi është vajib, domethënë është obligim, pra nëse besimtari ka mundësi edhe e lën e neglizhon, atëherë është gjunahçar, do thotë është mëkatar. Kështu që ata besimtarë të cilët i kanë mundësitë edhe i kanë rendet për me dhënë, duhet ta japin, mos ta neglizhojnë, për arsye se konsiderohet prej obligim. Nuk është që Ramazani si bat ka boll, por ka mangësi edhe ka mëkat. Kjo është do thotë sa i përket dispozitës. A bën me ndan në 2-3 pjesë? Nëse ka besimtar, domethënë është familja e madhe ose edhe pavarësisht, mos me qenë familja e madhe dhe ka një sasi të parave ose të ushqimit që don me shpërnda në emër të sadakatul fitrit, atëherë mundet me i çu në disa familje ose disave me ia dhon atyre familje që kanë nevojë, edhe në Bashkinë Islame nëse e jep, pra nuk ka ndonjë problem edhe ndarja. Qartë, e tani do të vazhdojmë me telefonues të tjerë. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Desha me pa hoqës një pyetje, për terapit a mundemi pas orës 12, nëse nuk mundemi më herët mi fal? Pas orës 12? Po. E qartë. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. Marrim telefonatën tjetër. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Kam disa aksione në një firmë, edhe punoj në atë firmë. Kam një sasi të caktuar që jam i obliguar me dhënë zakatin. Mirë po ato nuk i kam në shtëpi, janë në firmë, edhe ato janë në për ndërmarrje të ndryshme. A obligohem me dhënë zakat për ato? Pra pasurin e ke, e din që e ke, pasurin e kom, edhe nuk e ke pranë. Nuk është e humbun, e kom sigurt që e marr atë pasurin. Mirë mos e kom shtëpi, edhe punoj me ato mjetet e mia. Punoj në një firmë. Do të përgjigje tash. Nuk e di a duhet me dhënë zakat ajo. Faleminderit. Selam aleikum. Amin edhe juve, aleikum selam. Teravit do ta bën me i fal pas orës 12 natës. Në fakt, kjo është koha reale e namazit natës. Edhe kemi përmend duket edhe më herët në takimin e kaluar që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e ka fal namazin e taravive 3 herë që i ka fal në kohë, domthonë natën vonë, jo më një herë mas yacisë. Po për shkak të lehtësimit edhe të rrethanave neve punës e situatat neve e falim në namaz mas namazit yacisë, që është në rregull, nuk ka diçka të keqe. Por nëse e falim edhe në 12 natës, ose edhe në kohën edhe ma vonë, ose edhe në kohën e syfyrit, kur do që ta falim, konsiderohet namazit të ravive, për arsye se kjo namaz të ravive në fakt është pjesë, ose është të thot namaz i natës. Pra, nuk ka ndonjë dallim ndërmjet këtyre dy namazeve. Po ajo që është e nevojshme me pas parasysh këtu, është që Yasin mos me vonu më shumë se 12. Megjithse nuk është që ka të keqe nëse shkon deri në 12 për arsye se ende është gjysma e natës, por nuk është mirë nëse kemi mundësi me vonu namazin e Yacis deri mas gjysmës së natës. Pra, nëse e fal Yasin, e fal sunetin e Yacis, edhe mundesh me pushu, mu marr me ndonjë punë ose ziarat apo çapo diun në diçka tjetër, edhe në 12 natës pastaj e fal namazin e taravive dhe kjo është në rregull, s'ka gjë. Po. Zotriu që pyeti për zekatin, thot, a duhet në këtë rast të jap pra pasurinë e ka të sigurt, por nuk e ka pranë? Kjo mundet me hyrë në kategorinë e pasurisë që e ka borxh. Domethënë e ka borxh dikon në firmë, tash ajo në firmë që është pasuri e tij mundet ajo pasuri me qarkullu, me sjell fitim. Me një fjalë ndoshta domethënë hipotetikisht po themi ndoshta ai ka 20.000 euro në një firmë që ato janë tu qarkullu ose në tregti ose pra po sjellin fitim, nëse është mall tregtar apo pasuri që konsiderohet do thotë që me të qarkullojnë do thotë blen mall apo shet mall, atëherë kjo është pasuri
që konsiderohet me dhënë zakat me të 2.5%. Edhe nëse nuk I kinë në dispozicion direkt, domthonë nuk I kinë në fijok ose në bank ose në xhirollogari direkt, po ato pare po funksionojnë dhe janë në një firmë caktuar, prandaj jep zakat me të. Edhe pse ndoshta nuk I ki pra fizikisht në dorën tonë I jep. Mundet me qenë edhe borx, për shembull ke pas një lloj fitimi edhe firma aty ti ka borx me t'i dhënë, mirë po marrëveshja është që me marr borxhin në një afat caktuar, atëherë në këtë rast edhe kjo konsiderohet pasuri jotja, edhe pse ndoshta nuk e ke në dorë, edhe ma e drejta është që t'japësh zakatin 2.5% edhe për atë shumë. Wallahu alem. Vazhdojmë me telefonata tjera. Alo? Alo, Noni? Gjeshta me pyet hoxhën për zakati, për shembull, që është pak më tepër të disa 300 euro, a bën mu, unë duke televizorin, a bën mu ndonë disa pjesë? Pra, vlera e zakatit arrin këtë shumë dhe me ndonë në disa pjesë. Jo, nuk o ku me di çfarë, po jo më tepër se 50 euro, kështu për shembull në 2-3 familje, a bën? Ashtu të më qanë me pyt, me jo një pyt. E qartë, ju kuptuam, faleminderit. Edhe diçka deshta, se pa dhe hoxhën, unë do me thonë kom po kabine, ja qinët dhe kom palë, unë që shkom lezu, pejgamberi alayhi selam, a I ka palë ka 11 recate në Teravive. Po unë kom po gazim se kom palë Yasin, ta vitre një, po këta... Teravin? Po, jo Teravin. Suneti? Farzin. Po, mirë. Edhe mandej... Se tha Yasin, po? Po më vazhdue me shaj ka thonë me njëherë edhe ka fillu me falë Teravit, edhe unë I kom falë një dhe 3 qate, po unë e hoxhën e ndërgjova që ta duhet edhe Suneti. Unë e këto ditëve në të tjera normal gjithmoni bëj, po jo, apëshet kom ditë, kom gabuj, fala zotin falë. Edhe ditëve tje drekën, për shembull drek I fali ka 12 recate, nuk është të dhja në regula jo. Se 12... Unë e këtu s'kom zanë, të ju për ndërgjohë zanë, 2-3 zanë për ndërgjohë. Mirë, e kuptuam pyetjen, tani dëgjoj përgjigjen nga hoxha, pas pak. Telefonata e radhës, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Desha një pyetje për hoxhën. Po? Farzët të thot falen disa me zan, disa pa zan. Po? Më intereson të di cila është urtësia e tyre që falet pa zan dhe me zan, dallim mes tyre, dhe nëse e fal të kundërtën, për shembull kur është me zan fal pa zan, a ke bën ndonjë gjëna? Dhe pyetja e dytë, kur bim sejdë, po bim 2 herë. Cila është urtësia e kësaj? Pse 2 herë? Pse nga 2 sejdë në secilin recat, apo? Po. A ka ndonjë urtësi pse 2? Kjo po më intereson. Faleminderit. Telefonata e radhës. Alo? Alo, Noni? Selam aleikum edhe njëherë. Aleikum selam. Do shta me bo një pyetje për hoxhën. Po. E kam një motër, ajo I ka 40 vjetë. Po prej që u konë 20 vjetë, shu disa, gjithmonë se ere ka plejt, gjithmonë ka kojnë gjumë, gjithë e ka qështë problem, dhe më thonë shumë konë gjumë, a e ka pëseri paralizës, ose në I traumë, ose më kona I stihër, a qka. Ka probleme shëndetësore? Se konë gjumë edhe bërtet. A ka probleme shëndetësore ajo? Jo, kur gjo, normal. Mirë. Faleminderit. Faleminderit. Mirë presim telefonuesin tjetër, alo? Aleikum. Aleikum selam. Kam një pyetje për hoxhën. Po. Nota e Lele Kadrit, a llogaritet pej sodit, a llogaritet pej nesër natën me bolutje, domethënë, a është nesër nata komplet pej iftarit naton, apo sot është nata? Kur është kjo bashkë po du me ditë? Që bashkë që tash ka me tregu hoxha. Faleminderit. Faleminderit edhe selam aleikum. Aleikum selam.
Jem tani me përgjigje lidhur me këto pyetje të parashtruara deri më tani, thotë mendas zekati në disa pjesë. Po, në disa familje. Nuk ka gjë të keqe, pavarësisht sa është shuma, nëse e ndan për shembull 2-3 familjeve nevojtare, nuk prish punë. Pra nuk është kusht ajo të jepet komplet në një destinim të caktuar. Pra lejohet me u shpërnda dhe s'ka gjë të keqe në këtë. Po. E kam falë jetësin, po thot, ja, tani të dëgjova, thot Hoxh, që duhet me falë edhe sunetin pas jacis. Po. Jashtë Ramazanit thot e fali, por në Ramazan nuk e kam falë deri më tani. Pra, neve e dim që jacia është një prej farzeve të namazet farze, 5 kohët e namazit, dhe pjesë apo prej suneteve të forta është edhe 2 rekate bas namazit jacis. Kjo konsiderohet edhe pjesë e jacis në kuptimin sunet i fortë i jacis edhe në kohët të jashtë Ramazani, po edhe brenda Ramazani. Prandaj edhe në përgjamia nuk ndodh me sa e di unë që të lihet mos falet apo të futemi me njëherë në teravi. Pra e shohim e falim jacin, pastaj e falim sunetin, pastaj fillojmë me fal namazin e teravive për shkak kësaj sa është e nevojshme të falet edhe suneti i fort i jacis, do 2 rekate e sunet. Nëse i lajmë, nuk është që kemi bën ndonjë gjuna, pra arsye se me rëndësi është me fal farzin. Po nëse dojmë me fal në rregull, atëherë do të ishte në rregull që mas jacis të falim edhe 2 rekate e sunet. Gjithashtu edhe namazi drekës, si e dim ne... 12 rekate, sepse unë nuk e kuptova këtë pyetje. Po, i ka 4 rekate, i ka sunet para dreke. Para farzit. Po, 4 rekate është farzi, jënë 8, edhe 2 jënë mas farzit, bëhen 10. Po, ka transmetime sa për korrektësi që pejgamberi sallallahu në disa raste e ka fal dreken 4 para farzit, 4 farzin edhe 4 mas farzit. Kështu që jënë bë 12 rekate. Edhe kështu nëse falemi nuk ka gjë të keqe. Ka raste që pejgamberi sallallahu nga njeri ka fal 2 para dreke, 4 farzin, pastaj edhe 4 mas farzit, edhe kjo bëhet 10. Pra të 3 format janë në rregull. Nëse e falim dhe konsiderohet kjo pjesë praktika e pejgamberit sallallahu ka qenë të 3 forma. Në këto forma. Thot, ku është urësia, pse disa namaze janë me zë, disa pa zë, dhe çka nëse e kundërta ndodh i praktikojmë? Kjo pyetje s'po them shpesh, po ngrihet nga disa namazfalës ose disa besimtarë në përgjithësi. Me thënë drejtën, është prej atyre gjërave që jam mundu me gjetë ndonjë trajtim nga ulemat apo ndonjë konkluz apo diçka, po nuk është që janë dhënë shumë, kanë shumë aspekte dietar flasin, mundohet me nxjerr urtësi, po në këtë do thotë nuk janë marrë shumë, për arsye se një sen duhet me pas parasysh në Islam, që është e vërtetë që shumë prej rregullave, dispozitave, obligimeve, ndalesave që Allahu i Madhreshëm i ka bërë në jetën e besimtarit në përgjithësi, në to ka urtësi, sikurse ndalimi i alkoolit, pastaj urdhërimi i zakatit, pastaj agjerimi, objektivat apo synimet e agjerimit, e kështu me radhë kemi shumë që flasin. Mirë, po në këtë aspekt pse ka bërë dallimin që namazi i drekës dhe i kindis të falet pa za, kurse namazi i sabat, akshamit dhe jacis të falet me za, nuk ka diçka domethënë që mund të mbështetemi atë themi që kjo është arsye apo diçka. Për arsye se janë disa rregulla, janë disa dispozita që nuk u dihet në formë të prerë edhe urtësia ose synimi ose objektiv për të, janë adhurime strikte ose adhurime të përgjithshme që ne i bëjmë dhe jo domosdoshmërisht duhet me ditë çka synot atë, po e jonja është që kur na vjen urdhri nga Allahu i Madhreshëm dhe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të themi sami'na wa ata'na, dëgjuam dhe e respektuam. Dhe këtë është ajo nënshtrimi që e manifestojmë edhe dorëzimin që e manifestojmë karshi pa kërkuar detaje shtesë. Dhe kjo vlen edhe për çështjen e dy sejdëve. E njëjta është edhe për dy sejdët, pra nuk ka ndonjë specifikim pse rukuja me kanë 1 kurse sejdja me kanë 2, nuk ka ndonjë sqarim, po kjo është do thotë formë, mënyrë qysh faktikisht pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e ka mësuar Xhibrili alayhis salam se mënyra e faljes edhe kohët e faljes
tregohet në hadithe që mas pari Gjibrili ka ardhur dhe e ka falë së bashku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të gjitha kohët e namazit, edhe ja ka mësua edhe kohët kur hynë dhe kur përfundon koha, edhe mënyrën e faljes përgjithsisht, pra nëpërmjet Gjibrilit alayhis salam. Duke mos u detajzu pse tash mund të themi në shumë raste pse për shembull në farze në 2 rekatet e para këndohet surje, kurse në rekatet e dyta nuk këndohet. E këto janë do thotë Allah i Madhërisht i ka bërë si rituale, si adhurime që ne i çojmë vend duke nëse ja u dim urtësinë e dim, nëse se dim, megjithatë ne i zbatojmë duke e qenë në vend urdhrin e Zotit të plotfuqishëm. Po, motra thotë çan në gjumë. Gjithashtu nga sqarimi jot, pra nuk ka ndonjë problem shëndetësor, mundet me qenë pa u fut në detaje i kisha sugjeru kësaj motre që para se me ra me flet me marr abdes, edhe me e lexu kul huwallahun, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas pra mi qu durt edhe mi këndu ato, pastaj mi u fry duarve 3 herë edhe me përshkru trupin sa ka mundësi 3 herë. Nëse bën këtë 3 herë, edhe bjen në anën e djath, edhe gjithashtu përverohet me këndu edhe pra tespidovën, me ba me tespinë se ka mundësi, edhe let bjen let flen, pra në librin Buroja Muslimanit i ka lutjet para gjumit, ti këndoj ato dhe let bjen let flen, me lejnë Allahut do t'jetë imbrojtur edhe do t'i largohen këto shqetësime që i ka në gjumë. Nata e Kadrit është prej sot, prej nesër? Hoxhallarët vazhdimisht e kanë potencu edhe potencojnë, atë që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ajo që ka dihet në lidhje me natën e Kadrit është që është në 10 netet e fundit. Pak më konkret, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka sqaruar që është në netet tek të domethënë 10 netëve të fundit. Edhe më detajisht e ka sqaruar që mundet me qenë në 7 netet e fundit. Pra tek 7 netet e fundit, jo më herët. Detaje tjera nuk kemi diçka nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në formë të prerë që është kjo natë apo ajo natë. Kurse sa i përket natës së 27 nuk ka diçka të prerë. Që është nesër nata e 27. Tash do ta sqarojmë, nuk ka diçka të prerë në formë decisive që është nata 27. Pra nuk ka hadith sakt, nuk ka pretendim apo sqarim nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi sallallahu ka lënë në netet tek në 7 netet e fundit, pra në netet tek. Pra nata 23, 25, 27 edhe 29. Këto janë do thotë ajo që ka dihet. Kurse për natën e 27 ka supozime nga disa sahab, shokët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët në bazë të disa shenjave, rrethanav kanë ardhur te një konkluz, edhe ata kanë qenë shumë të bindur se është do thotë nata e 27, po jo në formë të prerë. Prandaj besimtari i sinqert mundohet në 10 netet e fundit të tërë t'i kaloj në adhurim. Ashtu që ka vepruar edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç tregon Aisha radhiyallahu ta'ala anha, që gjatë Ramazanit pejgamberi sa ka fal namaz, ka agjeru, ka dhënë sadaka, ka lexuar Kur'an, mirë po në 10 netet e fundit nuk ka flajt fare. Gjithmonë i ka kaluar në adhurime vazhdimisht. Dhe kjo është ato çka duhet me vepru besimtari. Në net të tek nëse i veçon edhe e jap maksimumin është edhe kjo në rregull. Edhe nëse bën natën 27, po jo në formë të prerë. E tash kur i bën kjo nata 27, neve duhet ta kemi parasysh që në Islam nata i paraprin ditës. Pra me thirrjen e ezanit të akshamit sot, që është do thotë ne kemi përmbyll në ditën e 25, ne me thirrjen e ezanit të namazit të akshamit jemi fut në natën e 26. Dhe tash për momentin jemi natën 26, pra nata i paraprin ditës. Nesër është dita e 26. E kur thirr ezani i nesërmes, ezani i akshamit nesër, atëre futemi në natën e 27 dhe ajo konsiderohet nata 27 dhe pas saj vjen dita e 27. Wallahu a'lam. Ne do të vazhdojmë tani, do të marrim telefonata të tjera. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Jo, përshëndes, vazhdoj të jush përbleft punën që po bëni. Amin, edhe juve, faleminderit. Dhe ishta një pyetje me ato vitrat, për si vjeta janë rrit, apo ç'është është për njeri, për person?
Edhe dëgjova si s'po bëj këta shpori mi dho, po material. Qartë. E qartë edhe kjo natën pyetje. e mirë. Natën e mirë, vazhdoj me një tjetër telefonat, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Por nani? Natën Taravijët, kur ti falmi, a bën mi këndu Amen e Resulon, Amen të bilajn, Huvallahu ledhi, rendicën me bo, të trijat me një rekat. Pastaj mi vazhdu prap, a mundini me nga spjegu pak që shmi lidhë? Faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë. Alo, telefonata tjetër. Urnone. Alo, urnone. Selam aleikum. Aleikum selam. Mirë Rama, unë e kam një pytje për Hoxhën. Unë edhe ju shkryta, po mirë që e mora edhe lidhjen. Burrit të ajntëm kismet e ka një operacion, edhe na jemi lu që me kalu shumë mirë, në bashkë zote, mos me pas dim, me pas sukses, bashkë me çdo njëri të sprovum, po më Hoxhës po kërkoj një lutje ma ndikuse në këtë rast, do një lutje profetike për këtë rast, ose diçka nëse kish mujtë me nga tregu. E qartë, faleminderit. Zoti ju rujt e ju ndihmoft, natën e mirë. Amin, edhe juve gjithashtu. Natën e mirë, kalojmë tek telefonata tjetër, alo? Mirë, tani të dashur miq, ne do të shkëputemi për pak qasër, rikthehemi pas pak për të vazhduar tutje. U rikthyem dashur miq për të vazhduar tutje me emisionin Dritarja e Agjëruesit. Me ne është Hoxh Alaudini, me të cilin do të marrim edhe telefonate të tjera në vazhdim dhe do të përgjigjemi. Në fakt do të përgjigjet Hoxha në pyetjet që kanë bërë më herët dhe në vazhdim kemi telefonatën e radhës. Alo. Alo, mirë mama. Mirë mbrëma. Selam aleikum. Aleikum selam. Respekt për juve, bujat, ndëruar dhe që lundërum. Dhe ishta një pyetje. Po. Ka e karakterizon natën e Kadrit, a mundemi me dalu të shkanë qilë, që në bëllë maksjel, përse ma që shtemina. Edhe, ishte gjenë në një për sociale një lojshenje, një pomë spiralës, qëto, se është shfaqin në krasin, pikon bështre dhe pikon është po, pribanove. Më interesoj, a mundet të qenë e vërtet, dhe më tonë, a mundet të qenë e vërtet që kanë mësisht dhe dy që fundit ku konsiderot të tjetë nata e Kadrit. Po. Selam aleikum. Aleikum selam. Vazhdojmë tutje me një tjetër telefonat. Alo? Alo? Po? Selam aleikum. Aleikum selam. Unë jam një plot e mashuar. Deshta me vetën Hoxhën që unë e kom të smujnë e laktozës, a di shpeshu që me pasër pot edhe në kur bëjnë namaz. E sa dhe me kone pa pasër, se këm një Hoxhë ka thonë, sa një dinar me kone pa pasër, pra noh namazi. E qartë. A u kuptum? Edhe këtë namazin që mas namazit të sabajt, e këm një shpet një ka thonë një knu 10 herë la Allahu vahdehu la sharike, 10 herë Allah në salli ve selim në bine Muhammed, edhe këto rabi të bëjlahi rabe, vëdhin një sranë dzine, 3 herë, edhe këto estakruar adhim në rabi la Allahu kajumë të bëjlehi. Këto po i thu mas sabaut, apo? Mas sabaut të dhe subhanallah dhe endi, subhanallah adhim, i thonë ka 100 herë, edhe stakruar Allah. Po e se që që në regel? Krejt dikrin gati. Falinderit. A mundesh më? Po, falinderit shumë. Që ta është përgjigjet. Falinderit. Vazhdojmë
Për çështjen e vitrave, thot sa duhet dhënë për person, edhe pse u përgjigjit më herët, por ndoshta u inkuadru me vonesë në emision, para apo me ushqim? Po, nuk e di, ndoshta dhe une bara sqarimin pak shpejt mund të u komplikoj disa shikuesve, sidoqoftë themi që në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam vitrat janë dhënë në ushqim. Edhe llojet e ushqimit unë i përmend disa. Dhe andaj mendimi i shumicës dietarëve është që të veprohet dhënia në ushqim. Mirë po mendimi i dietarëve Hanefi, posaçërisht edhe disa dietarë tjerë thonë që në rrethanat tona bashkëkohore, edhe nëse jepet në para, pra vitrat është në rregull, madje ndoshta edhe preferojnë më shumë për shkak që kjo është më e lehtë për të varfrit. Dhe shuma sa jepet, varësisht për rrethanave dhe mundësive të familjes, është një shujt parafërsisht që ka qenë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose nisa që i bjen 2 grushta ushqim, në konvertim ose në krahasim me shumën e paras është parafërsisht mundet me qenë 3 euro ose 5 euro ose edhe 10, varësisht prej standardit ekonomik të një familje. Kështu e ka caktuar edhe Bashkia Islame e Republikës Kosovës, dhe kjo shuma e cila obligohemi të japim në këtë kohë, pra në këtë Ramazan. Kjo është sa i përket vitrave në përgjithësi. Po, në namazin e Teravive me thonë amën e Resulun, amën të bilahin. Një sen do të me pas parasysh që Teravit, masi që e kënojmë elhamin, pas elhamit mund të këndojmë çfarë do sure apo pjesë nga Kurani famlarë të cilën e dim. Mundet me këndu Lillahi ma fis samawati, amen ar rasuli, por amen tu bilahi, ashtu qysh e dim, nuk është pjesë e Kuranit. Pra nuk ka ajet që thot amen tu bilahi u malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Pra këto renditja shartet apo kushtet e imanit që janë të radhitura në gjuhën arabe, edhe i kemi mësuar në të kalumen, dhe disa kanë menduar që është sikur pjesë e Kuranit, është ajet. Janë disa që ka ngjashmëri, po nuk është ajet e Kuranit amen tu bilahi. Pra kjo nuk thuhet pas Fatihas. Pra, kurse amen ar rasuli, curet e shkurta, çfarë që dim, për shembull te spidoveja, pra Allahu la ilaha illahu. Po, dhe thot këto, pra që lejohen në këtë rast, si me i lidh në një rekat, pas Fatihas, njërën pas tjetër, sa bën me i thënë? Nëse, po të ishte për shembull 10 suret e fundit, e këndon për shembull Elem tara kejfen, pastaj li ilahi fi Quraysh, pastaj ara'ayta alladhi, i lejohet me i bën në një rekat të gjitha këto me këndu. Edhe në rekatin tjetër mundet me i përsërit këto. Ama ajetet veçantë, për shembull amen e rasulin, pastaj me kalu në një pjesë tjetër të ajetit, këtë nuk e kanë preferuar dietarët, për arsye se këto nuk janë sure të veçanta, janë ajete brenda sureve të caktuara. Kështu që këto ose është në rregull të këndohet ajeti ose pjesa e surës veçantë, pastaj shkohet në ruku, në sejdë, në rekatin tjetër këndohet në një pjesë tjetër, ose edhe të përsëritet e njëjta, kjo është më në rregull. Pra, ato sure, apo ato pjesë të Kuranit që janë sure komplet, edhe këndohen të gjitha radhazi në mbrana një rekati nuk prish punë. Po të këndohen ato pjesë Kuranit që janë ajetet caktume dhe të lidhen me ajetet tjera caktume në brenda një rekati, pra është e urrëtur tek dietarët për arsye se është ndërlidhje ndërmjet ajeteve që kanë zbritur në suret veçanta dhe duhet të lihen në ato të lexohen në rastet veçanta e jo të bashkohen në një rekat. Wallahu a'lam. Thot burri pritet ta ketë një operacion, a ka ndonjë lutje më specifike për të bërë në prag të këtij operimi? Fillimisht unë lut Allahun e Madhreshëm që këtë burr m'ia lehtësu këtë rrethana dhe këtë operacion, edhe inshallah Allahu ja bën të mundur që ta përmbyllin me hajër këtë ndërhyrje, inshallah ju kthehet në Bajram në shtëpinë e familjarëve edhe i gëzohen edhe e te i kalojnë këtë sprovë. Sa i përket lutjev, unë mos me u fut tash në detaje, është ajo libra në burojnë e muslimanit, që tash mund ta kemi secili prej neve si aplikacion edhe në telefonat tonë. Aty është
në përmbajtje mundet me gjetë disa lutje në raste të vështërsisë, në raste smundjes, dhe ato mund t'i gjej edhe mundet mi lexu, mundet me u lexu edhe për kthimin edhe në gjuhën arabe, edhe mundet me u shërby me ato lutje, për arsye se ato janë lutjet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që i ka bën rrethana dhe në situata të ndryshme. Po. Çka e karakterizon në këtë rast me shenja natën e Kadrit, thot a mundemi me dallu, dhe diçka mbrëm thot ka qarkullu në qiell, dhe këtu e japim një sqarim, pra tashmë dikush keni mundur të shihni edhe në informacione të ndryshme se ajo që është parë pra në formë të spirales në qiell ka qenë karburanti i lëshuar nga raketa e SpaceX. Kështu që nuk ka të bëjë me ndonjë fenomen, por është çështje e raketës, pra nga karburanti. Në anën tjetër, Hoxh, a mund karakterizohet... Edhe unë lexova si lajm, si titull, po nuk u futa me kuptu, pra e bëre këtë sqarim se nuk e dija unë, Allah është shpërbleft. Amin. Sa i përket çështjes së shenja, është shumë fakt është që ka disa dietar, disa muslimanë të cilët kanë folë rreth vlerës që përcjellin disa shenja karakteristike të natës Kadrit, kanë thonë që ajo natë është më e qetë, nuk ka re, nuk ka, pra është një duket hana qartë, e kështu me radhë, pra janë disa shenja që janë mund me qenë paralajmëruese që janë shenjat që mbrëm ka qenë nata e Kadrit, sidoqoftë unë për veti personalisht nuk është që merrem shumë, edhe kam dëshirë me folë për këtë fushë shumë, për arsye se janë supozime. Janë supozime, nuk do të thotë detyrimisht që duhet me qenë ashtu, pra janë konkluza që disa prej njerëzve i kanë pa varësisht prej rrethanave, situatave të ndryshme, mirë po tek ne mundet me qenë dimër, mundet me qenë acar, mundet me qenë, kështu që jo detyrimisht... Jo let mund të vrehen. Po jo detyrimisht që duhet me qenë ashtu. Pra mundet me qenë tash posaçërisht jemi duke u futur në dimër, mundet me qenë acar edhe një dimër i madh, megjithatë është natë e Kadrit. Por kjo ka të bëjë me përkushtimin tonë? Pra këtu po duam të dalë, pra ndoshta disa prej muslimanëve s'po duam me i paragjyku edhe absolutisht e di që synimi i tyre është i mirë, por ndoshta më shumë humbin kohë duke përcjell shenjat se sa mundin edhe aktivitetin që mundet me bë. Po themi, hajde jemi falë gjatë tërë natës, edhe nuk e kemi qëllu ditë natën e Kadrit, pra nuk ka qenë ajo natë e Kadrit. Ai mund do të shkoj tash Hoxh, nuk do të shkoj fare. Për arsye se e rëndësishme për besimtarin është sinqeriteti, përkushtimi dhe çiltirësia në ato lutje dhe adhurime, namaz, lexim Kur'an të cilën kemi bën atë natë. Duhet parë prej këtij dimensioni, përkushtimit. E joti është i me dhënë mundin. Allah i madhërisëm ndoshta nuk e qëllon, po mundi jot, serioziteti jot, përqendrimi jot, kontinuiteti jot. Ka shumë rëndësi. Kjo është të thot ajo që është përfituese për ty edhe që Allah xhalla ala e vlerëson më shumë se ndoshta me kon ajo që hajde të qëlloj edhe të fokusohen vetëm në atë natë. Qartë. Thot ka probleme me një sëmundje edhe është problematike çështja e pastërtisë për namaz. Është e vërtet, domthonë personat të cilat vuajnë me laktozë dhe kanë do thot probleme në mbajtjen e abdesit, është e thjeshtë në Islam nëse kjo rrethan është e vazhdueshme, pra nuk ka mundësi me murujt njeriu, pra ka një rrjedhje, po them kushtimisht që është e vazhdueshme, nuk mundet me majt abdesin, nuk mundet me majt pastërta rrobat, atëre ulemat kanë sqaru që çfarë bën, pra mbështillet, tash me thonë më konkretisht, ndoshta me një lloj fashe ose një lloj tash kemi do thotë gjëra kozmetike të ndryshme sikurse janë lloje do thotë pampersave për të rritur, ata të cilët vujnë nga kjo mundet më pështjell me atë, me marr abdes, edhe nëse ka rrjedhje, edhe nëse ka ndotje, mos me hap atë, me lan ashtu në atë formë, edhe me marr abdes në çdo hyrje të namazit apo në çdo hyrje të kohës, edhe me atë abdes falet, dhe inshallah nuk ka gjë të keqe për arsye se Allah i madhërisht nuk e ngarkon besimtarin më shumë se çka mund të përballoj, edhe kjo është lehtësim që e kanë përmend dietarët, vepron në këtë
në këtë formë, edhe këta persona quhen në terminologji sahibu udhër apo sahibetul udhër, që është do thot person me yzër, person domosdoshmë që kanë arsye për këtë praktikë. Thot pas sabahut them 10 herë salavatet, 3 herë. Po, në fakt kjo gruaja përshkroi dhikrin e mëngjesit. Dhikri i mëngjesit që janë të gjitha prej praktikës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra leximi nga 3 herë i kul huwallahu edhe 2 kul a'udha, pastaj leximi të spidovës, pastaj me thon 10 herë la ilaha illallah wahdahu la sharika la, nëse është mundësia me thon 100 herë gjatë ditës është edhe më mirë, pastaj me thon 100 herë subhanallahu wa bihamdi, subhanallah astaghfirullah wa atubu ilay. Doat në përgjithësi janë doat dhikri i mëngjesit edhe i mbrëmjes. Pra në rregull është kjo që po i bën. Edhe e përgëzojmë këtë gruan që është e rregullt në këto veprime, Allahu ja bëft kabul. Amin. Mirë, vazhdojmë tani me telefonues të tjerë. Alo. Alo. Po, të lutem largohu prej televizorit. Selam aleikum. Aleikum selam. Desha me pyet hoxhin një pyetje, bon? Po. Ditën e xumos, kur e falim sunetin e xumos, pastaj e falim farzën, a është obligueshme mu fal pastaj edhe namazi drekës, apo është gjëna me fal namazin e drekës mas xumos? E kuptuam, faleminderit. Faleminderit për ju. Vazhdojmë me një tjetër telefonat, urnone. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Selam aleikum. Aleikum selam. Në pyetje për hoxhën? Po. Lufta fundet e OÇK-s për ma shembull. Nëse shkon për hir të Allahut, do në shkon më radh dëshmor, po mirë po ka imër edhe pështon. E kom pyet një hoxh më herët, ka thonë dhe që atë moment të kam shi gjënohet shembull, aty ushtare. Po pas pështurjes, do në gjejen, do në qysh e ke nivën, do në vazhdojnë qysh ke po gjëna, po të mira shenuën për zërës. Sa është e vërtet kjo? Mirë, qartë. Faleminderit, natën e mirë. Faleminderit, natën e mirë. Vazhdojmë me një tjetër telefonat, alo? Alo, noni? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Dhe shka në bëmë me pyetje për vitra. Po? A lejohet me aptezës vitra? E kuptuam, faleminderit. Po. Telefonata e radhës, urnoni. Cila është pyetja juaj? Po? Alo. Po ju dëgjojmë shumë mirë, ju lutem që të largoni prej televizorit. Alo. Po ju dëgjojmë shumë mirë, ju lutem që të largoni prej televizorit. Selam aleikum. Aleikum selam. Një pyetje për boj. Për hoxhën, Allah ju shpërbleft. Allah ju shpërbleft. Dyve. E shë sa vështirë është, po përsëritet zoni. Nalja zonin televizorit. Ose dil në dhomën tjetër, nëse ka prej antarëve që dëshirojnë ta dëgjojnë pyetjen tuaj. A po më dëgjohet mirë? Po, shumë mirë. Që një motër ju ka my djalin luft. Tash ajo nuk i non hiq. Unë ja hek i vretën, i thom i no. I no. Ajo thot jo, se unë e kom vendin ati. Sa është e kom vendin, gjëja se ju ka my djali, edhe mu ma bon vendin ati, me dhe me kështu ko që i thëmë në si në gjenit. Po. Po. E sa është e vërtet kjo se, edhe unë më s'po mush në kusuar të ajo që i gjithë ja heki vrejten, i no. Ani përda me, ka vendin i vetë, po i no dhe ti. Jo kuptuam, faleminderit shumë për këtë telefonat. Me në kofshit inshallah. Do të vazhdojmë tjetër, me një tjetër telefonues, alo? Alo? Po? A bën dy pyetje hoxhës? Po, unone.
Pyetja por është, kur po folëm na file namaz, mas të bezë kur namazit, që të dovë që kënojnë asë, se në saboj, si drekë, si të ishkindis, si të akshamit, po dhe na file pjatis, të një namaz, natë që i bojnë hen, a bëndë kënu dovë të mjeka që ashtë, që së panikën, të janën, të shpydoven. Po, e kuptuam. Pyetja tjetër? Kërë valojnë. Cila është pyetja tjetër? Pyetja tjetër është, dhe sa me pyet për që të në vetë në të fundit. Që më thënë tash në lota lëlikodit, po tash e këna saktu nesër. Që më thënë tash nesër. E kemi saktu që nota e madhe që në tak vend që qështu, a jenë këta është që për shumë që dalë, unë dojma që në vetë të fundit. Po që t'jo likovë kanë gjinu fillim mujtë ditët e Ramazanit, që të vetë ditë e fundit, ka gjinu parë dje, edhe dje jo që është në shurë, edhe për nesër është me një numë. Dhe më thonë, dikush është të dashtë me agjeru vetëm 3 ditë, një prej tyre nesër. I vogël, fmi i vogël. Fmija i vogël, okej. Fmi i vogël, është në shkollë fillorin këtosën e gjashtë i vogël. Pra ti po do me dita, është nesër nata e kadrit që me agjeru fmija? Po. E qartë. Që të pyten që të fakë për atë kostë namazit, në filet namazit, a që të dovët, a i të të miknu gjithë? E kuptuam. Faleminderit shumë. Natën e mirë. Natën e mirë. Aleikum selam. Janë bërë gogja pyetje, nuk e dija do të kemi kohë të marrim telefonata tjera. Në fakt, po e përmbyllim me telefonata edhe u përgjigjemi këtyre. Thot, ditën e gjumas, e falim sunetin, farzin. A duhet ta falim drekën? Një sen do të me pas parasysh që namazi i gjumas është një namaz i veçant i cili falet njëherë një javë edhe e zavendëson namazin e drekës të asaj dite. Edhe kjo është me unanimitet të krejt muslimanëve në përgjithësi. E pse ta shtrohet pyetja pse tek ne posaçërisht apo në disa vende falet edhe namazi i drekës veç mas secili e fal masi që të përfundoj namazi i gjumas. Kjo për faktin se do të me pas parasysh që në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur është fal namazi i gjumas, është fal i tërë qyteti e ka fal në një vend. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka fal namazin e gjumas e ka fal në xhaminë e tij dhe të gjitha xhamia që kanë qenë përreth brenda Medinës edhe në fshatrat përreth, të gjithë kanë marrë pjesë aty dhe aty e kanë fal. Edhe e kanë fal pra në një vend o fal këtë namazi. Pastaj, duke pas parasysh rrethanat dhe mënyra që është falë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe që e falim ne, ka disa dallime. Cilat janë ato dallime? Fillimisht në numër të pjesëtarëve kanë kushtzuar. Për shembull tek Shafit është numri me qenë minimum 40 veta. Nër 40 veta nuk mundesh mu fal. Këta Hanefit është 3 veta e tutje. Pastaj është kusht që pra në një qytet kanë thënë ulemat në kalumen që në një qytet falet në një vend, mos falet në çdo. Tek ne falet për shkak të densisë edhe pamundësisë që krejt besimtarët e kryeqytetit me thonë ose një qytetit caktuar të lidhen në një vend, kjo është diçka në kohën tonë është diçka e pamundur, pothuajse, falen në xhami të ndryshme. Pra nuk falen ashtu siç është bë në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj namazin duhet ta udhëheq apo ta fal, apo me qenë imam, ashtu që ka qenë kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i dërguar i Allahut, pas vdekjes së tij ka qenë Ebu Bekri, pas vdekjes së tij ka qenë Omeri, edhe gjithmonë kanë falur udhëheqësit e vendit, jo paria e vendit. Tash kjo është pothuajse e pamundur për shkak të rrethanave dhe mundësisë. Pra janë disa gjëra të cilat disa prej fukahave, posaçërisht të medhhebit Hanefi, edhe disa prej medhhebit Hanefi edhe disa prej medhhebit Shafi kanë thënë ndoshta, pra kjo nuk është një lloj akuzë, domthonjë çësia e tyre dhe ijtihadi i tyre ka qenë kanë thënë që ndoshta për shkak të mos përputhjes së disa rregullave dhe mënyrave se si është fal në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe si po falim ne, për me qenë e sigurt, ndoshta do të ishte më në rregull që ta falim edhe drekën që nëse nuk është bë kabull, po e them kushtimisht namazi i xumas, bile e kemi të falur namazin e drekës. Kjo është domthonjë çësia dhe ijtihadi i disa fukahave të medhhebit Hanefi, po gjithashtu edhe të medhhebit Shafi.
Pra esencialisht është e nevojshme apo jo të falet? Unë e bëra këtë sqarim për me pas parasysh që qasja e ulemave nuk është që vetëm çashtu ju ka lind kanë pa edhe po domthon është shumë e logjikshme edhe e arsyeshme deri dikon do thotë qasja e tyre. Dhe kjo është arsyeja pse është fal. Tash a duhet ta falim ne apo nuk duhet ta falim ne, themi është zgjedhje e secilit. Nëse ka don me fal edhe don mi pasu këta dietar edhe kjo qasje mundet me fal. Mundet me fal edhe është në rregull dhe nuk mund të themi që është të bë diçka keq e kështu me radhë. Përndryshe mjaftohemi me xhuman. Nëse fal namazin e xumas edhe fal sunet mas xumas, unë mendoj që kjo është e mjaftueshme edhe është në rregull. Wallahu alem. Duket e kemi një telefonat në pritje apo ka ikur? Mirë, e kemi përmbyllur çështjen e telefonatave. Lufta e UÇK-s, thotë nëse shkon me nijet për ta quar deri në fund, pra edhe për të dhënë jetën për ne për këto çështje kur flasim duke u mbështet në këto gjëra do thotë i thuhet në gjuhën arabe ghaibia, domthonë gjëra që janë jashta mundësisë njohurive tona. Domthonë ajo që na është treguar nga Allahu i Madhërisht dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ajo që dim ne është që shahidit dëshmorit që ka marrë pjesë në betejë edhe ka ra dëshmor, atij i falen gjunahet të gjitha përveç borxhit që ka ardhur në disa hadithe që nëse ka pas borxh duhet mi ala familjarët mi ala borxhin atij. Pra kjo vjen në shprehje nëse bie dëshmor. Nëse bie dëshmor. Kurse një person i cili ka marrë pjesë në beteja dhe ka qenë në gjendje me dhënë jetën mirë, po ka dashur Zoti i Madhërisht që mos të vdes, edhe ka shpëtu, si është gjendja e tij fillimisht. A është do thotë në situatën që janë falur të gjitha gjunahet apo jo, është do thotë diçka shumë është vështirë të konkludojmë se atij janë falur të gjitha mëkatet. Mund të konkludojmë duke i parë në disa përshkrime nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për shembull ata njerëz të cilët kanë marrë pjesë në betejën e Bedrit ose ata të cilët kanë marrë pjesë në betejën e Bei'atur Ridwan, ose në marrëveshjen e Hudejbijës, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë që pjesëmarrja e tyre ju ka fal gjunahet të cilat i kanë bë. Mund të themi që vërtet një pjesëmarrës në një betejë që ka qenë shumë e domosdoshme, edhe shumë e rëndësishme, edhe shumë e vështirë, edhe ka dhënë mundin e tij, edhe ka dhënë do thotë ka qenë në gjendje me sakrifiku veten, mundet me ardhur në një grad që Allahu i Madhërisht me e fal gjunahet të cilat i ka bërë si rezultat i sakrificës, po jo në formë decisive, në formë do thotë prem sikurse për shahidin. Po edhe nëse themi i falen, atëherë është e drejtë që pas kësaj, nëse ka bërë vepra, atëherë për çdo sen ai do të jap llogari pas këtij momenti edhe tutje sa ka jetuar 10 vjet, 15 vjet, 20 vjet, duhet të ruhet prej gjunaheve, duhet të ruhet prej të çojnë vend urdhat e Zotit Madhërisht për arsye se ai është do thotë prap në këtë dynjë edhe është në rrethanën e sprovës, edhe duhet të bëj sabër edhe të tregoj devotshmëri edhe në shtrim ndaj Zotit Madhërisht në pjesën e mbetur të jetës. Vitrat a bën mja dhën tezës? Po, lejohet mja dhën tezës, për arsye se të gjitha ata personat të cilat nuk i kemi obligim t'i mbajmë, sikurse prindrit, motrën e cila është e pamartuar, fëmijët tanë, jashtë këtyne lejohet mja dhën tezës, hallës, migjes e tjerëve. Thotë motrës i është vrarë djali dhe ajo tashmë konsideron se ka siguruar xhenetin dhe për këtë arsye nuk agjeron. Qasja e kësaj gruaje është do thot një, po them shumë drejt për drejt, një keq kuptim i asaj që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që dëshmori i cili ka rënë në luftë, siç tham pak më herët, i falen gjunahet edhe është prej xhenetlive, të gjitha gjunahet i falen përveç borxhit nëse ka pas borxh. Dhe përmendet në disa transmetime që e ka një përparësi ky dëshmor që do të ndërmjetësoj për të afërmit e tij. E tash logjikisht i afërmi më i madh për një dëshmor është nëna. Edhe kjo nënë thotë unë e kam djalin, edhe ai do të ndërmjetësoj për mua dhe unë faktikisht e kam siguruar. Mirë, po nuk kuptohet kështu thënia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ky ndërmjetësim nuk është që ti tash milan krejt punët, namazin, agjerimin edhe veprat e mira, për arsye se ti faktikisht nëse ke mundësi dhe je shëndosh dhe je do thot me shëndet të mirë, atëherë duhesh me tregu për kushtimin edhe duhesh me tregu besimin tënd ndaj Allahut Madhërisht, edhe me gjuhën tënde, edhe me zemrën tënde, edhe me praktikën me gjymtyrën tua. Duhesh me tregu se ti je
i e dorëzu Zotit të gjithë plotfuqishëm. Pra, duhet me agjëru. Duhet ti me dha mundin tonë. Ndërmjetësimi i fëmijës vjen në dispozicion atëherë kur të gjithë ne kemi kusure. Të gjithë kemi mangësi, të gjithë jemi do thotë të qalojmë në disa rregulla, në disa dispozita, në disa vepra, bëjmë gjinahe, e këto janë ato të cilat ka premtuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që dëshmori i mundsohet që të ndërmjetësoj për të afërmit e vet, që në këto Allahu i Madhërisht t'ia fal, po jo ai me lan fen krejt, edhe me thonë unë kam të garantuar si një lloj si imuniteti që çfarë do që të bësh ti faktikisht e ke të garantuar xhenetit, kët nuk e ka thonë askush. Edhe nuk e thot askush edhe është keq kuptim, prandaj shumë bën mirë kjo motra. Edhe pejgamberi alayhis salam ishte i pari për gëzuar me xhenet. Po, megjithatë gjithë natën. Po, pastaj kjo qasja jote është shumë e logjikshme, i kemi të 10 përgëzumit me xhenet, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë filani është xhenetli, filani është xhenetli, Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliu, Sa'd ibn Abi Waqqasi edhe 5 të tjerë. Megjithatë, ata edhe mas vdekjes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë fal ashtu siç janë fal në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam para këtij premtimi, kanë agjeru, gjithaj kanë bë edhe kanë vazhdu në këtë kontinuitet derisa kanë qenë gjallë. Pra, përderisa besimtari është i gjallë, duhet me manifestu për uljen edhe dorëzimin edhe islamin e tij, edhe me gjuhë, edhe me zemër, edhe me veprat e tij. Prandaj e përgëzoj këtë motrën, duhesh mi fol asaj gruas edhe mi thon, ndoshta prej teje mundet me marr. Po me thon bisedo me ndonjë hoxh edhe ta sqaron më mirë se kjo çka je duke vepruar në rregull. Sigurisht. Namazin nafile thot a bën me duat e njëjta me i thon. Po, sikurse farzët. Duket se e sqaron pak më herët, pra nuk i këndon njeriu ato lutje të cilat i din në pra prej pjesë Kur'anit, ato të cilat i din dhe ato nëse i din 2-3 sure, me ato i fal ndoshta edhe 20 rekate dhe nuk prish punë inshallah. A është nesër në ata kadrit thot që me agjeru fëmija që kanë bo plan 3 ditë me agjeru? Ma kujtoj kur kemi qenë edhe ne fëmijë, posa që shumë të vegjël, agjerojshim ditën e parë, ditën e 27 edhe ditën e fundit. Pra, kjo ishte limiti që na jepnin prindrit tanë, posa që kur kemi qenë shumë të vegjël. Prandaj, është një praktike mirë, edhe nata 27 apo dita 27 të agjerohet është në rregull, për arsye se siç tham nuk është diçka shumë e decidive që është natë e kadrit, mirë po supozojmë apo shpresojmë, prandaj nëse agjeron me këtë qasje, inshallah është në rregull, prandaj zgjojeni në syfyr let agjeroj fëmia juaj. Hoxhi, falenderojmë shumë që ishit me ne dhe shikuesit tanë. Edhe unë ju falenderoj për ftesën e Allahu ju nderoft. Amin edhe ju. Dashur miq, kaq për sonte, takohemi nesër inshallah. Asalamu alaykum.